drejtuar SPAK-ut sot me i kallëzim penal për Këshillin e Ministrave, përsa i përket faljes gjobave, që kanë bërë vetëm 2 ditë para zgjedhjeve të 11 majit. Duke lexuar ligjin, kjo gjë nuk duhet ndodhte. Besoj se është shpërndarur detyra nga Këshilli i Ministrave në këtë rast. Me sa mora informacion, kryeministri Rama nuk ka qenë atë mbledhje, siç ka bërë gjithmonë për mbledhje të tilla që kanë problematika. E ka drejtuar dikush tjetër mbledhjen. Ligji përcakton që 4 muaj përpara zgjedhjeve deri në formimin e qeverisë së re nuk mund të bësh politika për faljen e gjobave, politika tjera fiskale që mund të japin akses një partie politike, një individi që kandidon. Kështu që e parë këtë këndvështrim mendova që është arsyeshme, duke qenë se kam qenë dhe një nga kandidatët për deputet dhe mendoj që ka ndikuar drejt për drejt në rezultatin e zgjedhjeve falja e gjobave, që t'ja u them kryet herës, unë jam pro faljes gjobave, patjetër, dhe unë kam këngull në forcën time politike që kjo gjë të bëhet, por nuk mund ta bësh 2 ditë para zgjedhjeve. Pra këta e kanë nxjerrë në dhjetor dhe për ta shpallën publike kanë bërë me datë 9 maj, ndërkohë me 11 maj ishte zgjedhje. Kështu që unë jam pro faljes gjobave për qytetarët shqiptarë, se ja u kanë zi jetën me IKMT-n, me AKU-n, me gjobat e Covidit, që kanë qenë gjobat më idiote në Republikën e Shqipërisë, pra jam pro atyre, por nuk mund t'i bësh dot 2 ditë para zgjedhjeve. Pra makineria shtetërore dhe partia politike në këtë rast, Partia Socialiste, kanë qenë një, ka pas dallim nga njëra tjetra. Prandaj unë gjykoj që do jetë në nderin e institucionit që kam pas shpinës time që ta hetoj këtë rast, për të çuar para përgjegjësisë gjithë ata që kanë bërë krim zgjedhor për mendimin tim. Këtu kemi të bëjmë me krim zgjedhor. Zoti Kalaja, ju a jeni në ndjeni që në dhjetor të vitit 2024 Partia Demokratike ka votuar pro faljes së gjobave? Unë nuk jam ndjeni kësaj gjëje. Di që kjo çorba është gatuar në dhjetorin e 2024-s, por nga dhjetori 2024-s deri me 9 maj kanë kaluar shumë kohë, kështu që në rast se ata do ta kishin seriozisht, do ta kishin bërë në dhjetor, apo jo? Mund ta bënin këtë gjë me 2 ditë para zgjedhjeve. Prandaj gjykoj që kjo ka ndikuar drejt për drejt në rezultatin e zgjedhjeve. A keni bërë një studim sa veta kanë përfituar nga ato faljet e gjobave? Di që janë shumë miliona euro dhe ky është sjell me buxhetin e shtetit sikur të jetë bankomati vet. Unë mendoj që gjithë të gjoba që po vendos policia tani në rrugë, besoj se i keni parë, kam shkuar ditë në Fier, ishte 5 patrulla policie, 5 herë na kanë dalë policia, kështu që këto janë për të kompensuar gjithë gjobat që janë falur. Mendoj që është një dëm që po i bëhet buxhetit shtetit në këtë rast. Zoti Kalaja ka dhënë një tjetër kallëzim nga një subjekt tjetër politik për të njëjtën çështje për faljen e gjobave. Keni besim që drejtësia do t'i shkojë deri në fund kësaj? Unë me të thonë drejtën jam një nga ata shqiptarë që kam duartërokit punët e mira të SPAK-ut dhe kam qenë shumë skeptik për gjërat që kanë bërë gabim. Unë prandaj erdha këtu, kjo tregon që kam besim. Prandaj u drejtova me kallëzim. Vepra penale që i referohen në kallëzim. Po, vepra penale është shkruar me këtu në fund, që do të thotë përdorimi nga punonjës që kryen një detyrë shtetërore të mirave publike, funksionit ose veprimtarisë shtetërore ose i burimeve financiare ose njerëzore me qëllim favorizimin e një partie politike ose kandidatin zgjedhjen kundërshtim me ligjin me qëllim e detyrës përbën vepër penale dhe dënohet me burgim nga 1 deri në 3 vjet burg. Faleminderit. Faleminderit.